4 vjet pas ndarjes së parakohshme nga jeta e djalit të tij dhe pikërisht në ditën kur ai do të festonte ditëlindjen, Gëzim Gjini zgjodhi ta shndrojë dhimbjen në kujtesë. Në një atmosferë të mbushur me emocion, e lotë heshtje, ai promovoi librin Udha e shkronjave, Udha e dhimbjeve, një vepër që nuk rrëfen vetëm historinë e një babai, por edhe forcën për ta mbajtur të gjallë kujtimin e fëmijës së tij. Në sallë nuk ishte vetëm promovim libri, kishte zemra që rrihnin në të njëjtin ritëm me dhimbjen e autorit, miq që ndan kujtime dhe lot që flisnin më shumë se fjalët. Me Vlyde Saraçi ndau vlerësimin e saj për librin, duke folur për mënyrën se si Gëzim Gjini ka zgjedhur ta mbajë të gjallë kujtimin e Skofjarit. Ai është një libër i shkruar me zemër, me kujtesë dhe me një dhimbje që nuk kërkon mëshirë, por mirë kuptim. Është një dëshmi se fjala e shkruar mund të bëjë streh e shpirtit dhe urë mes kujtesës e përjetësisë. Mes rrëfimeve prekse, kujtimeve dhe lotëve folën edhe miq bashkëpunëtorë të afërm, të cilët sollën copëza nga jeta e Skofjarit dhe mbështetjen për familjen në këtë rrugtim të vështirë. Prindrit nuk i lanë as pallate, as ndërtesa, por një vlerë të dyfysht edukatën. Sot në këtë ditë të veçantë, me peshë dhe emocion, kemi 2 data në ndjenjë. Njërën na kujton ditëlindjen e Skofjarit, i cili vazhdon të jetë përmes dashurisë dhe kujtimeve të atyre që e njohin. Dhe tjetra promovimi i librit Profesor Gëzimit, që mbart dije që e projektoi. Skofjarin unë nuk e kisha njoftë personalisht, por në një moment, mas 2 orësh që ne kishim nejt aty, prind fillun duke më thirrë me emrin e vet, me emrin e tij, dhe aty kuptova që ato kanë mall, ato shikonin tek unë djalin e tyne. Më zërin që herë i dridhej nga emocioni, foli edhe vetë autori. Ai tregoi se ky libër lindi nga nevoja për të mos lejuar që koha të zbej kujtimin e djalit të tij, por për ta bërë atë që të jetojë në çdo faqe, në çdo fotografi dhe në çdo fjalë të shkruar me zemër. Unë vdiqja për së gjolli, një vdekje e para vdekjes. O shtirë mi qitën letër një bab, më shku për djalin, zakonisht shkruan për diçka tjetër. Është e vështirë me jetu me i banesë, me i shtëpi, kur nuk prej momentit që ka ndodhur rasti vetëm 2-3 herë më gjitën katën e dytë. Është e vështirë më kthy në shtëpi, gjithkush kthehet më kthy në shtëpi, unë e pritoj që ka më kthy në shtëpi. Mbrëmja u mbyll me një moment të jetë prekës. Këngëtari Albert Zhubi interpretoi një nga këngët që Skofjari e kishte me shumë zemër. Bajrak për të mirën e këtij populli, o i dha shpirte shpresë njerëzis. Në ato qaste, muzika u bë zëri kujtimeve, ndërsa duartrokitjet u bashkuan në një homazh të heshtur për një djalë që mungon fizikisht, por që vazhdon të jetojë në zemrat e gjithë atyre që e deshën.